Po Joel, Brikena thotë kam cimentu venin për finale, thotë. Joela ka problem, thotë. Joela shumë e fort. Ti e të përdor mu për finale. Ti vjen të na edhe na thu Joela është e fort, ndërkohë na thu neve mbrone Joelën, se Joela ka nevojë me mbrojtje dhe mos me dal në nominim. Ti me menu që Joela është e fort, ti nuk vjen me na kërku neve që me mbrojt Joelën e para e punës. Ti ja u bën rrafsh këtyne dyve. Ti Joelës edhe mirë ti ja u bën rrafsh. Ati thu ti e ushtari im kamikaz, ndërkohë që ti ato e mon nga vete edhe ai ata kënaqen me fjalë që atu te. Ti, Brikena, nuk e drejt të flasësh, ky është interpretimi jonë të dashur. Ky është interpretimi jonë, vazhdo jepe. Mirë, me që je lojtare ka që fort, pra. Për fjallëve që ja bën të Se do me zbrojt Rogerti. Jam njeri fort dhe lojtare. Këtu brënda. Atër pse mbron në Brikena? Rogerti thot. Bëjmë Rogerti ke në të dy edhe thot. Bëjmë kompromis, po s'do prekmi Joela dhe Disën. Ty të konsidero ka super lojtare të fort, kokë me Selinin dhe thot që ti sfidën e keme atë. Unë i thash, në qoftë se mu vjetë mundësia, do të vetë ty me Selinin sfidë. Dini nominin dhe ti të regon sa e fort je. Po, pa tjetër. Po, pëse s'doke? Po, jo, nuk është loja ashtu. Pëse s'doke? Po, kalojnë e vetë këj me sfidë. Ti do bëj këj sfidë. Që se këj është lider. Jo, Joela, këj ty nuk qëtë të fort. Djeta bënë ta Joela rindin semifinale. Ta ti nuk e fiton, ti rindin semifinale, ta ka këj dje. Kujdes se ta shifon. Flasim si të konsideron ty. Ti se konsideroni vetë të kujtë fort. Sa e ka kaluminime, disa e ka kaluminime. Parafinale, po për finale. Ne po flasim për konsiderat kolektiv. Në semifinale, Joela nuk e fiton, nuk shkon Erdi kytë ne, moj. Apo të djetë ti se t'ka vënë Moj, erdi kytë ne. Se se ti e si janë vjallë zakonisht. Erdi kytë ne, moj. Kërkoj kompromis, atje dhe tha, du të mbroj Joelën dhe Disën. Thashën, a konsideron ti Joelën lojtare fort? Po. Pse ka nevoj për mbrojtje, thash? U dhe që se i të mundësia dhe vi kokë me Selinin. Jo, nuk bëna shumë.